Mjerisht deri në këto momente nuk ka pasur përpjekje për marrëveshje politike në mënyrë që në parlament të kthehet opozita dhe të bëjnë ujdi për zgjedhjen e një kandidati konsensual, jo partijak, ose spaku zbashku të thonë që nuk ja kanë dalur dhe se vendi shkon në zgjedhje tjera. Kështu siç është duke vepruar vetëvendosje në shkelje të kushtetutës, mendoj që ky rast do të shkojë në gjykatën kushtetuese pa kurfar nevoje, ndoshta nuk e përjashtoj mundësinë edhe për të blerë kohë, sepse sipas afateve aktuale Kosova do të duhet të shkonte, nëse deri sonte në orën 24 nuk zgjedh presidentin ose presidenten, do të duhet të shkonte në zgjedhje tjera në fund të majit ose më së largu deri në 7 qershor. Këtu shpekulohet që vetëvendosja është duke bërë këtë lojë në mënyrë që landat përfundojnë në gjykatën kushtetuese. Cili është interesi në këtë mes? Ndjes si po ndërpres që mund të ketë lëvizje vetëvendosje për ta çuar situatën deri në këtë pikë? Sipas jush. Ky është vetëm supozim, nuk kam asnjë argument, do të thotë, por po flas për atë çfarë supozohet, shpekulohet këtu në Prishtinë, në qarqet e analistëve. Pra, duket se synohet që të zhabitet mbajtja e zgjedhjeve të mbahen në korrik ose në verë kur këtu qëndron diaspora. Dhe siç e dini, ata anojnë nga vetëvendosja. Dhe kjo ishte faktori që ndikoi që vetëvendosja fitoi 51% të votave me 28 dhjetor, sepse në Kosovë kishin zvarkuar rreth 400.000 mërgjimtar që punojnë në Evropën perëndimore dhe duket se, por këtë normalisht nuk mund ta konfirmoj, duket se kjo është një përpjekje tjetër e vetëvendosjes që datën e mbajtjes së zgjedhjeve ta bartë në verë, në korrik.